Për mua ky është një tregus që ja vlen dhe me domosdoshmëri duhet që të bëhet objekt të analize për të nxjerrë shkaqet, arsyet pse ndodhin gjë të tilla. Me një shikim të parë, unë mund të rreshtoj një që besoj se është faktor determinues në këtë situatë, të cilën në rast kur më çdo rasti dhe kemi diskutuar për problemet e zgjedhjeve të kësaj radhe, midis të tjerave unë kam thënë se pres që të kemi një pjesëmarrje të tillë e cila do të bëhet pasaj objekt diskutimi. Sepse njerëzit janë velur në një farë mënyrë dhe kjo është një shenjë proteste e tyre. Nuk është refuzim ndaj kujt, ndaj mënyrës se si neve ushtrojmë demokracinë. Dhe cila është mënyra që nuk kemi që të bëjmë ndryshe, patjetër që do ta ushtrojmë kështu, nëpërmjet partive politike. Janë velur njerëzit, s'duan të dëgjojnë më partitë politike. Ndaj edhe sillen në këtë mënyrë. Ashtu sikurse një pjesë e madhe e barrës për këtë që po ndodh, e cila në fakt është dëshpëruese, do thoshja unë, pas kaq 30 vjetëve që ne ushtrojmë demokracinë, e kanë mbi supet e tyre ata njerëz të cilët morën iniciativën dhe krijuan ato që u quhen partitë e reja. Partitë e reja, e kam thënë edhe herë tjetër, kisha ndjesinë, fatkeqësisht u konkretizua për mua ky tregues e bën konkrete atë ndjesinë time. Partitë e reja dogjën një mundësi shumë të madhe që kishte shoqëria shqiptare, dhe cila ishte mundësia për të transformuar klasën politike, për të mbyllur periudhën e tranzicionit